Sa lekë, pa ja tash jo të mu sa kam bërë quna, $20 gjithsej. $20 kam bërë sot për 4 orë e 20 minuta. $20 për 4 orë e 20 minuta. O Josef, ta qifsha të temë mu në pith. Ta qifsha kurve mu në pith, ta qifsha. Jo, ba bloku, ba e këtu. Pyse s'kam bateri 6% kabel, e? Në majnë cigaret tjetër. Ma qaj pyse. Ma varë se ta blokojnë se... Bo. Be, vazhdoj me një rysh tjetër është 500, juroj zoti qitë gjithve, se që nga një pozitiv sonte, pjesa me madhe juaj. Më bet qefi, e di që më bet qefi, vetëm kur I kam njerëzit pozitiv, nëse shumë ti bet qefi për zotin. Kjo ka rëndësi për mua. Kur më respektojnë me fjalë të mira, me kulturë, unë dua njerëz të kulturuar. Njerëz që kanë kulturë, mos shajnë, mos ofendojnë pa I bërgja. Unë jam vetëm pozitivitet keni këtu te unë. Vetëm pozitivitet. Po prej me like, nuk marr nga like-et va. Nuk marr nga like-et fare va. Thjesht shikoni pse janë like-et. Like-et janë që live-i të shkojë më shumë viral. Sa më shumë like të kesh, aq më viral rri live-i. Me pas 10 milion like, për shembull, mund të rri live-i gjithë kohës mund të rri live-i 2000 veta. 1000 veta, mund të rri live-i vetvetiu. Rri live-i vetvetiu sepse del atë pjesën e parë, ke marrë më shumë like se çdo njeri dhe ti deli pari edhe të shofi njerëzit. Edhe ja shpërndahet vet live-i, a kupton atë lloj momenti me like-et shpërndahet vet live-i. Kjo për këtë gjë shërben like-et. Për këtë gjë nuk fitoj gjë nga like-et unë. Nga shikimet fitoj, por jo te kjo adresë. Tek adresa Klevisi dhe Nena, më ndiqni ande, ma bëni follow dhe ande. Ma bëni follow. Nuk e di, kam pasur gjitha to mi, kam pasur sot to, vlla, 72.500 veta që më kanë parë në live, po të më kishin bërë pjesa më e madhe këtyre follow, mua do kisha vajtur unë të paktën 170.000, 150.000 followersa do të kisha vajtur. Po nuk e di, pëlqen njerëzit këtu pëlqen më shumë ti njerëzit negativ, më sa kanë vënë ata që shoh. Ju pëlqen njerëzve kur vuajnë. Kur një njeri vuan edhe tashi mund t'ju duket diçka për të qeshur, po kur mua për shembull kanë vënë re shumë njerëz aty. Kur më shan fajri, do të përdhunoj këtë, do të përdhunoj atë dhe njerëzit dalin edhe I qeshin me atë që ai më bën mua. Është diskriminim për mua shoh. Ajo është gjë shumë e shëmtuar nga njerëzit. Dalin e qeshin, I bën si arrin, nuk e kuptoj. Si arrin që njerëzit të qeshin nga një gjë e keqe. Këta nuk kuptojnë si arrin njerëzit që të qeshin nga diçka që I ndodh nga një fatkeqësi që I ndodh një njeriu. Kjo për shembull. Pse nuk qeshin për ata që e kanë hak, që e meritojnë, për negativat që ju ndodh diçka e keqe atyre. Ata e meritojnë të qeshi bota. Po jo tashi Klevisi rri shef punët e veta. Edhe shpinë e vet. Edhe nuk është që jam pozitiv, e dalin të qeshin me mua. Kjo është gjë e rëndë, bre. Kam parë video vetëm plasin se qeshur, duke më shar fajri mua, memet e fajrit kur më ka shar fajri mua. Kam parë komentet vetëm ha. Plasin vetëm të mbushura komentet me të qeshur, me lot. Po le ai kokbolja, ai greca. I pyet qiri I vërtet. Nuk e di se si e suportoni atë lloj njeriu Allah. Ja, kalamajt e ndjekin fajrin në burr.
Kalamajt të ndjekin fare. Nuk e kuptoj si arrin njerëzit të suportojnë intrigantat, dy fytyrshat, mashtrusat. Ha? Unë e ti e nea Allahut nuk ja lej. Këtë gjë. Unë Grecën do t'a raf, do t'a bëj shembull për gjithë. Për t'a rafur do t'a raf. Për t'ja bërë diçka të keqe do t'ja bëj, nuk e lej. Do t'ja marr akun, nuk e lej derisa t'jem gjallër, më ka rënë me qaf. Kot më kot. Edhe nuk e lej. Nuk e lej. Nuk e lej, vlla. Më ka rënë me qaf. Janë kancerogena. Janë gratazhen. O, Shqipe. Ftotot piç kësemës, nuk më banë zjarrif, me I qirë temën në burë, më ka dhenë, ka marrë ca druk të radhë, po këto të fundit që më kanë ngelur janë për t'i qirë temën, nuk qajen me spatë. Por nuk qajen me spatë, janë trungje me gëdhera. Greca është kancerogen. Kancerogen, Greca 1. Fajri 2. Janë kancerogene për kulturën shqiptare. Janë komplet kancerogen. Kancerogena. Nuk e kuptoj se si I suportojnë këta lloj njerëz. Se kuptoj t'ishte në Amerikë fajri, e kishin plasur 5 vjet për këtë lloj gjaje që bën nëpër TikTok. 5 vjet edhe prapë e kanë shpallur në kërkim. Në kërkim edhe legenën. Ju e dini shumë mirë që sa po doli fare nga burgu, unë as se shava, as se ofendova. As më përmendën njerëzit, thash mirë ka bërë që ka dalë, kujtova se s'do më shante. Sa yri me Grecën, Greca hapi temën, filloi të më shajt fajri vetëm pe Grecës, a kupton ti? Grecë kancerogeni. Më shavi mua I pari, do të qija te, jo këte po andej. Vari lesh kozaku është jashtë, po nuk bën si Greca, mbi të gjitha. Nuk bën si Greca, mbi të gjitha. Nuk bën si Greca. Do luaj një lojë me këta.